Në qytetin e vogël, ku të gjithë njihnin të gjithë, Mira kishte ndërtuar pamjen e një familje perfekte. Një shtëpi e qetë, një burr punëtor dhe një djalë 10 vjeçar që dukej si engjëll. Por ajo që fshihej pas asaj fasade të bukur, ishte një realitet që vetëm muret e shtëpisë e dinin. Mira për vite me radhë jetonte midis heshtjes dhe lodhjes, mes një martese që prej kohësh kishte humbur ngjyrat, ngrohtësinë dhe fjalën. Ajo e dinte, edhe burri i saj, Ariani, e dinte, por askush nuk fliste. Dhe në atë heshtje të rënd, u rit edhe djali i tyre, Erisi. Një të diel në mëngjes, kur dielli kishte hyrë mes perdeve të hollë dhe aroma e bukës së ngrohtë përhapej në kuzhinë, ndodhi ajo që Mira se kishte menduar kurrë. Një pyetje, aq e thjesht, aq fëmijërore, por aq shkatëruese, vinte nga vetë djali i saj. "Mami?" tha Erisi, duke ngritur kokën nga tavolina. "Po, zemër," ju përgjigj Mira, duke vazhduar të vendoste pjatat. "Sa herë bën atë gjën me babin?" Mira ngriti kokën ngadalë. Nuk e kuptoi menjëherë. U mendua se mos kishte dëgjuar keq. Fytyra e saj u zbe. Në të njëjtin moment, gota në dorën e saj u drodh dhe gati ju rrëzua. "Çfarë?" murmuriti ajo. Erisi u skuq. U duk sikur edhe ai vet nuk ishte i sigurt nëse duhej ta përsëriste. Atë gjën që e përmendën djemt në shkollë. Qeshnin. Thanë që prindërit e bëjnë shumë. Thanë që është arsyeja pse ndodhin grindjet dhe pse disa prindër ndahen. Dhe ai ndaloi. Pastaj vazhdoi ngadalë, thanë se unë dukesha sikur prindërit e mi nuk e bëjnë fare. Ajo fjalë ngriti qimet e Mirës si të kishte kaluar rrymë elektrike përmes trupit. Brenda saj diçka u thye. Ajo e mori frymën shpejt, gati me dhimbje. Ndjeu një therrje në zemër, një djegje të vjetër, të harruar. A e shite vallë edhe një fëmijë që ajo dhe Ariani ishin thjesht dy të huaj që jetonin në të njëjtin qati. A ishin kaq të dukshme distanca, ftohtësia, heshtja. Mira ul ngadalë përballë djalit. Ai e shikonte me një pafajësi të rrallë, një pafajësi që të rritte peshën e dhimbjes. "Eris, kush e ka thënë këtë?" pyeti ajo butë, djemt. "Tek pushimi." Njëri prej tyre tha se e kishte dëgjuar mamin dhe babin duke, ai uli syt, duke bërë atë gjën. Mira vuri dorën në ballë. Nuk ishte e zemëruar me të. Ishte zemërimi ndaj realitetit. Ndaj sa pak dinte djali i saj për të vërtetën. Ndaj fakti që fëmijët e shkollës flisnin për gjëra që prindrit nuk guxonin t'i përmendnin as me njëri tjetrin. Pastaj, befas, Erisi ngriti syt përsëri. "Mami, po ti dhe babia e bëni?" Kjo pyetje i hyri thellë në shpirt. Kishte shumë mënyra për t'u përgjigjur. Mund ta shmangte, mund të gënjente, mund ta qortonte, por ajo nuk e bëri asnjërin, sepse, për herë të parë, e pa këtë si një dritare për të parë veten. Jeta e saj, martesën e saj të tretur, vitet e ashpra, ku Mira kishte fjetur e kthyer mbrapa, muajt kur Ariani nuk e kishte prekur fare, ftohtësinë, fjalët e rralla, netët kur ai vinte vonë, telefonatat që ai mbyllte me shpejtësi, dhe ajo, gjithmonë duke heshtur, ajo mori frymë thellë. Pastaj foli. Eris, jeta e të rriturve nuk është siç mendohet në shkollë. Nuk matet me sa herë, nuk është lojë, nuk është garë. Po është e vërtetë që disa prindër zihen për këtë gjë. Ndërhyri djali. Po, tha Mira me një zë të ulët, disa zihen, sepse kur njerëzit nuk flasin, kur nuk janë të lumtur, kur nuk e ndajnë dashurinë, atëherë lindin keqkuptime. Djali e dëgjoi me syt hapur. Ishte hera e parë që Mira ndjente se ai po e shihte si njeri, jo vetëm si nën. "Po ti dhe babi?" Këmbën nguli ai. Mira e uli kokën. Zëri u drodh, por nuk u thye. "Unë dhe babi kemi pasur vite të vështira, dhe nuk është gjithmonë siç duam." Por ajo bëri një pauzë. "Ne po përpiqemi, jo." Nuk ishte e vërtetë. Ata kishin kohë që nuk përpiqeshin më. Në atë moment, dera e përparme u hap. Zhurma e qelsave. Hapat e rënda. Ishte Ariani. Mira ngriti kokën. Ai hyri brenda pa e parë mirë as Mirën dhe as djalin. E hodhi gjupin në koltuk. Nxori telefonin dhe filloi ta kontrollonte. Nuk e kuptoi dot se çfarë atmosfere i kishte kapluar. "Po, ç'është ky qetësim?" pyeti ai, duke ngritur vetullën. Eris e shikoi hutuar. Pastaj shikoi nënën. Sikur kërkonte leje. "Babi më fal që të pyes," tha djali ngadalë, "po ti dhe mami a e bëni atë gjën?" Telefoni i Arianit i ra nga dora dhe u përplas në dysheme. Qëndroi ngrirë për sekonda, pastaj sytë e tij u kthyen te Mira. Dhe brenda atyre syve, ajo pa diçka që se kishte parë prej vitesh, frikë, ankth, panik, sikur dikush po i zhveshte të gjitha sekretet në mes të kuzhinës. "Çfarë pyetje është kjo?" shpërtheu ai. "Është një pyetje normale," tha Mira, e qetë. "Normale?"
Bërtiti Ariani, kush e ka mësuar këtë fëmijë? Shkolla, tha Erisi. Fëmijët, than që po nuk e bënit, atëherë nuk donit njëri tjetrin. Mira pa mënyrën se si Ariani u mbajt pas pjesës së fundit. Fjalët sikur i dhan shuplak. Kjo nuk është puna jote, i tha babai djalit ashpër, Arian. U lëriti Mira. Mos fol kështu me të, por ishte vonë. Djali u ngrit me sy të mbushur dhe shkoi drejt dhomës së tij, duke mbyllur derën pas vete. Kuzhina mbeti e heshtur, por ajo heshtje ishte më e rëndë se ulërimat. Çfarë ke bër? I tha Mira. Çfarë kam bërë unë? Ai s'duhet të di asgjë për këto. Tha Ariani, pse? Se do të pyes pse unë dhe ti kemi një vit që flem në shtretër të ndarë. Ja ktheu ajo. Ariani ngriti kokën, i shtangur. Mos fillo prap. Tha ai me zë të ulët. Po kur do flasim, Arian? Mira u afrua. Kur djali ynë po e kupton vetë që jemi bërë të huaj. Kur fëmijët e shkollës di më shumë se ai për familjen e vet. Ai nuk foli. Ose, vazhdoi Mira, ndoshta friksohesh se mos dikush tjetër e merr vesh atë që fshe. Ariani ngriti syt ngadalë. Çfarë dua të them? I përshpëriti ajo. Ta them unë. A do ta them unë, Arian? Ai eci një hap prapa. Mira kishte dridhje në duar. Zemra i rrihte fort. Ajo nuk ishte planifikuar të thoshte atë që doli prej saj, por pyetja e djalit i hapi një plag që ajo nuk mund ta mbyllte më me heshtje. Në atë moment, Erisi u shfaq përsëri te dera e dhomës. Syti kishte të kuq, por zëri i qartë. Mami, babi, ata u kthyen të dy. Unë vetëm doja të dija, nëse jeni të lumtur. Mira e çoi dorën në gojë. Ariani uli kokën. Për herë të parë, ai nuk tha asnjë fjalë. Djali vazhdoi, sepse nëse ju nuk jeni unë e ndjej, dhe nuk dua që të zhyteni më shumë në heshtje. Kam frikë, zëri u drodh, kam frikë se një ditë njëri nga ju mund të mos kthehet më në shtëpi. Fjalët e tij ranë si thik. Ato nuk ishin fjalë të një 10 vjeçari. Ishte dhimbja e një fëmije që po rritej në mes të një dashurie të vdekur. Mira i mbajti lotët, por zëri i saj u thye. Eris, ne jemi këtu. Ne nuk do të largohemi. Por djali tunte kokën. Jo, nuk besoj më fjalë. Dua të shoh. Dua të shoh në fytyrat tuaja. Dua të mos keni frikë të flisni me njëri tjetrin. Dua të mos e shmangni njëri tjetrin në shtëpi. Dua të mos më rritni në heshtje. Ariani ngriti kokën. Ishte i tronditur. Mira e shikoi dhe i tha ngadalë. Eris nuk na pyeti për atë gjë. Jo vërtet. Ai na pyeti nëse jemi ende bashkë. Nëse ekziston ende diçka mes nesh. Nëse ja vlen të luftojmë. Ariani kaloi dorën mbi fytyrë. U ul në karrige si thyer. Dhe Arian tha Mira, unë dua që ne ti përgjigjemi sinqerisht. Jo me gënjeshtra, jo me justifikime. Ajo e shikoi drejt në sy, sepse djali ynë sapo na tregoi se e ka kuptuar diçka që ne e fshehim me vite. Ariani mori frymë thellë. Pastaj nxori një fjalë që e preu dhomën në dysh. Mira, unë kam bërë një gabim. Ajo u ngrit menjëherë. Çfarë gabimi? Ai u dridh. Nuk e shite dot në sy. Një gabim që se di si ta shpjegoj. Pikërisht në atë çast, dera e shtëpisë trokiti fort, të tre ngritën kokën. Mira mori frymë shqetësuar. Kush mund të jetë? Dera trokiti përsëri më fort, dhe pastaj një zë gruaje u dëgjua nga jashtë. Arian, e di që je brenda. Hap derën. Është koha të flasim për atë që ke bërë. Mira u drodh. Djali u mpak nga frika. Ariani mbylli syt. Mira e kuptoi, dhe zemra i u qa përgjysmë. Trokiti i derës u përsërit edhe një herë. Këtë herë më i ashpër, më i vendosur, më i ngarkuar me mlef. Ishte një zë gruaje që nuk pranonte refuzim. Një zë që nuk vinte të bënte humor, as të kërkonte një gotë kafe. Vinte për një të vërtet. Mira ngriti syt drejt Arianit. Ai dukej sikur dikush i kishte mpir trupin. Ishte i zbehtë, i ngrirë, me nofullat që i dridheshin. Djali, Erisi, e shikonte me frikë. Babë kush është? Pyeti ai me zë të mekur. Ariani sua hoqi syt mureve. Askush. Përgjigja e tij ishte një gënjeshtër aq e dobët sa u tret në ajër. Gruaja nga dera bërtiti prap. Arian, mos bëj sikur nuk je në shtëpi. Hap derën ose po e thyej vet. Mira u ngrit ngadalë. Nuk ishte thjesht kurreshtje. Ishte frikë e përzier me dyshim. E përzier me një paragjykim që i drithëroi të gjitha kockat. Ajo eci drejt derës. Më pas ndaloi. U kthye nga Ariani, po shkoj ta hap. Tha ajo, fjalë për fjalë, duke i parë drejtë në sy. Ariani u ngrit vrullshëm. Jo, Mira, prit, pse të pres? I tha ajo me një qetësi të reme. Pse? Kush është ajo grua që e di adresën tonë, që të kërkon me emër, që kërkon të flasë për çfarë ke bërë? Ai zgjati dorën ta ndalonte, por Mira ishte më e shpejtë.
Ajo e kapi dorezën dhe hapi derën. Aty, në pragun e hyrjes, qëndronte një grua rreth të 30-tave, me sy të skuqur, duar që i dridheshin dhe një pamje që të jepte menjëherë sinjalin e dikujt që e kishte kaluar kufirin e durimit. Flokët e zinj, të lidhur shpejt e shpejt, rrobat e lëshuara, sikur ishte nisur me ngut nga shtëpia. Kur e pa Mirën, gruaja ngriti vetullë. U duke habitur, pastaj u acarua. Ti duhet të jesh. Mira nuk foli. Ja ktheu shikimin me një qëndrim të akullt. Ariani mbërriti prapa saj. Fytyra e tij u zverdh më shumë. Lida, tha ai më në fund, me një zë të zverdhur, çfarë po bën këtu? Emri ra rënd në ajër, Lida. Nuk ishte emër i panjohur. Mira kishte parë disa mesazhe me atë emër. Kishte dyshuar, kishte heshtur, i kishte futur brenda vetes për të mos e shkatëruar familjen. Por tani ajo grua ishte aty, me frymë të nxehtë, me sy të skuqur, dhe me një ekspresion që nuk linte asnjë dyshim. Lida hodhi syt nga Mira, pastaj në drejtim të Arianit. Jam lodhur duke pritur përgjigje. Tha ajo prerë, dhe nuk e kam ndërmend të iki derisa të flasim. Mira nuk tha asgjë. Ajo vetëm u tërhoq lehtë prapa, duke lënë derën hapur, duke lënë Arianin në mes të asaj situate që kishte krijuar vetë. Lida, nuk është koha. Tha Ariani, asnjëherë s'ka qenë koha, apo jo? U përgjigj ajo, duke shtyr derën dhe duke hyrë brenda pa ftesë. Mira ngriti kokën, e mpir. Erisi u shfaq pas shpinës së nënës, duke shikuar gruan e panjohur me sytë e frikës. Kush është kjo, mami? Pyeti ai përsëri. Nuk kishte më asgjë për të fshehur. Mira mori frymë ngadalë. E ndjeu djersën e ftohtë në qafë. Pastaj tha, është ajo që do të na tregoj çfarë ka bërë babi yt. Ariani u shtang. Mira, të lutem. Shfryu ai. Mos e përfshi djalin, po e përfshin ti. Jo unë. Ja ktheu ajo. Lida hodhi çantën në tavolinë. Hapi zinxhirin dhe nxori nga brenda një dosje me letra. Pastaj, nxori disa fotografi. Po ja them të gjitha. Tha ajo me zë të dridhur. Sepse jam lodhur duke u trajtuar si një sekret. Jam lodhur duke jetuar në hije. Kam vite që pres, Arian. Vite. Mira ngriti vetullën. Vite. Ariani u përpoq t'i merrte fotografit nga dora, por Lida i tërhoqi. Prek edhe një letër tjetër dhe betohem thiri policin. Bërtiti ajo. Tensioni shpërtheu në dhomë. Mira bëri një hap drejt Lidës. Fillon t'i thuash tani. Çfarë ke me burrin tim? Lida e pa drejt në sy. Nuk mori frymë për disa sekonda. Kam atë që ti nuk e ke më shumë se një vit. Tha ajo ngadalë. Vëmendjen e ti, kohën e ti, netët e ti, dhe ajo ngriti një fotografi, edhe këtë. Mira ju afrua, mori fotografin dhe përpak i iku fryma. Ishte një foto e Arianit me Lidë. Jo thjesht një foto, ishte në një kafene. Syt e ti të qeshur, dorezat e duarve të saj mbi të tijat. Ishte afrim, ishte prekje, ishte intimitet. Ajo lloj intimiteti që Mira se kishte parë prej kohësh. Djali u tremb. Mami, çfarë është kjo? Mira u kthye nga djali dhe i vendosi dorën në kokë. Është e vërteta, zemër. Tha ajo, me zë të butë, por të thyer. Me vështirësi, por është e vërteta. Lida vazhdoi. Unë dhe Ariani jemi bashkë prej 2 vitesh. Mira mbylli syt. Ajo shifër e preu si thik. 2 vite që ai më ka premtuar se do të ndahej. Se do t'i tregonte. Se nuk mund të jetonte më kështu. 2 vite që unë kam pritur. Dhe tani, sytë e Lidës u mbushën me lot. Nuk pres më. Ariani mori frymë thellë. Lida, të lutem, s'të lutem më. Bërtiti ajo. Kam ardhur t'i them Mirës vet, sepse ti nuk e bën dot. Sepse ti nuk je burr, fjala burr ra si shuplak. Erisi filloi të çante lehtë. Ai nuk e kuptonte plotësisht, por kuptonte mjaftueshëm. Mira nuk e mori djalin në krah. Ajo nuk iku. Ajo nuk e shmangu situatën. U ngrit, qëndroi drejt, pa Arianin dhe Lidën dhe tha: Po vazhdo. Dua gjithçka. Tani, këtu, Lida e fshiu lotin. Unë nuk kam ardhur për të të rëzuar. I tha Mirës. Kam ardhur sepse dua që Ariani të marrë një vendim. Dhe dua që këtë vendim ta marrë në fytyrat tona. Jo në fshehtësi. Ariani humbi forcën e këmbëve dhe ra në koltuk. Me duart në fytyrë. Duke u dridhur, Lida shkoi te çanta. Nxori një letër tjetër. Ka diçka edhe më të rëndësishme. Tha ajo me zë të ulët. Diçka që Ariani nuk ta ka treguar. As mua derisa u detyrua. Mira ngriti syt. Çfarë është? Lida filloi ta hapte zarfim, por duart i dridheshin. Është një arsye që Ariani është zmbrapsur. Një arsye përse u ftoh prej teje. Përse nuk të afrohet më Mira ndjeu të ftohtin t'i ngjitej shpinës.
Ishte si një mjegull që i mbështolli mushkërit. Arjan, pyeti ajo, duke ju afruar çfarë është, ai u liduar. Sytë e tij ishin të skuqur, të lodhur, të turpruar. Mira, zëri i tij u kaput, unë jam sëmur. Heshtje, e rënd, e errët. Ajo lloj heshtje që të shpon barkun. Mira i ngriti syt lart, sëmur? Përsëriti ajo. Arjani u kap pas ballit. Po, është e vërtet. Ka një vit që jam diagnostikuar. Dhe nuk kam ditur si ta them. Dhe nuk kam pasur guximin të përballja. Mira u shtang si të kishte dëgjuar një ëndër të keqe. Çfarë diagnoze? Pyeti ajo, me zë të ulët. Një sëmundje kronike e cila ai e shikoi, do të ndikojë në shumë aspekte, edhe në atë intimitetin ton. Unë nuk kam mundur. Nuk kam pasur forcë. Nuk kam pasur guxim. Lida ndërhyri. Dhe kur u fton nga ti, ai u kthye drejt meje. Jo se donte më shumë, por sepse kishte frikë të duke i dobët para teje. Mira e uli kokën. Lotët filluan të rridhin ngadalë. Pra ti, tha ajo, ke pasur frikë të më thuash të vërtetën. Dhe ke gënjyer, ke tradhtuar, ke fshehur sëmundjen dhe ke krijuar një botë tjetër, ndërsa unë pyesja veten çdo natë çfarë bëja gabim. Arjani u ngjit drejt saj. Mira, të lutem. Nuk ka qenë kur faji yt djali i qante. Nuk e duronte dot aq shumë tension. Mira e mori në krah dhe i fshiu lotët. Mos ki frikë, zemër. I tha ajo. Ne jemi këtu. Dhe mami do të thotë të vërtetën. Gjithmonë. Lida ndërhyri përsëri. Unë nuk jam këtu që të shkatërroj familjen tënde, Mira. Jam këtu që të kërkoj atë që Arjani më ka premtuar. Një vendim, një drejtim, sepse unë nuk dua të jetoj më në errësirë. Mira e vështroi. Dhe çfarë do? Pyeti ajo. Lida mori frymthell. Dua që Arjani të thotë këtu, me zë të lartë, çfarë do vërtet? Me mua apo me ty? Dua një përgjigje të prerë. Sot, Arjani e ngriti kokën, i rrëzuar, i thyer. Ajo lloj pamje që një burr ka vetëm kur e kupton se zgjedhjet e tij e kanë sjell përpara një rrugë pa kthim. E gjithë shtëpia heshti. Djali mbante frymën. Mira qëndronte drejt, por zemra e rit e saj mbyste. Lida ishte gati të shpërthente. Arjani ngriti dorën, fshiu lotin, mori frymthell dhe më në fund tha: "Të dua ty, Mira." Lida u dridh. Por, vazhdoi ai, nuk e di nëse kam forcë të jetoj me veten pas gjithçkaje që kam bërë. Ai shikoi të dy gratë. Prandaj, vendimi im është dhe në atë moment dera trokiti përsëri. Të tre u kthyen nga dera. Këtë herë ishte një zë tjetër, një zë burror. Arjan, hap derën. Kemi ardhur për të diskutuar për dosjen tënde mjekësore. Mira ngriti kokën e habitur. Kush dosje? Arjani u drodh. Lida e kapi për krahu. Ti më the se s'do t'i tregonin. I përshpëriti ajo. Ai e uli kokën. Më fal, por se kontrolloj dot më. Mira e kuptoi. Nuk ishte thjesht tradhti. Nuk ishte thjesht distancë. Nuk ishte thjesht një grua tjetër. Ishte diçka shumë më madhe. Dhe gjitha sa po fillonte. Mbrëmja kishte rënë ngadalë si një vell i butë mbi lagjen e qetë, ndërsa në shtëpinë e tyre të vogël, tensioni i ditëve të fundit po shkrihej më në fund. Ajo pyetje e pafajshme, naive dhe krejtësisht e papritur e Aronit, kishte qenë si një gur i hedhur në ujë të qetë. Kishte çuar val të vogla, të padukshme, në zemrat e të rriturve dhe i kishte detyruar të hapnin tema që zakonisht i shmangnin. Por ndërkohë që ora shkonte drejt 10 të darkës dhe aroma e çajit të kamomilit mbushte dhomën, atmosfera ishte më ndryshe. Më e lehtë, më e sinqert, më njerëzore. Aroni, i lodhur nga mësimet, lojërat dhe bisedat që kisha kaluar me prindërit, ishte gati të flinte. Mamaja, ende me mendjen të mënyra se si e kishte trajtuar gjithë situatën, kishte një lloj qetësie që nuk e kishte ndjerë prej kohësh. Ndërsa babai, ai ishte ndoshta më shumë i tronditur se i sigurti, sepse e kuptoi se fëmia i tyre po rritej dhe pyetjet e tilla nuk mund të shmangeshin pafundësisht. Por ajo natë nuk do mbyllej thjesht me një natën e mirë. Jo sot, një pyetje tjetër, e papërpritur Aroni, i strukur në mbatanien me figura dinosaurësh, pa nga mamaja që porrente librat e tij të shkollës mbi komodin. Mami, tha ai ashtu butë, me atë tonin e tij të përhumbur nga gjumi. Po zemra, tha ajo me një buzëqeshje të lodhur. Kur unë rritem, do më pyes edhe mua dikush për gjërat që ju bëni. Ajo ngriti vetullat, ndërsa babai, që po shuante dritën e korridorit, u kthye ngadalë sikur kishte dëgjuar diçka plot alarm. Mamaja uli librin nga dora. Nëse e ke fjalën për dashurinë, lidhjet, familjen po, ndoshta po, i tha ajo me një ton të butë. Po unë nuk dua të them gjëra që si di, u ankua ai, duke kthyer kokën nga njëra a. Më duket sikur jam i vogël për këto. Mamaja qeshi me një butësi që e bënte të dukej sikur e gjithë bota ishte bërë papritur me ngrohtë. Ti je i vogël, Aroni im, dhe askush nuk të kërkon ti dish këto tani. Prandaj po të shpjegojmë ne, që të mos të ngel mendja me pyetje që të trembin ose të bëjnë konfuz. Pastaj ul pranë tij,
ja vuri një dorë mbi kokë dhe i tha: "O biri mami, ka gjëra që njerëzit i mësojnë pak nga pak. Një ditë do rritesh, do ndjesh gjëra që tani s'mund t'i kuptosh." Sikur sheh akulloren dhe mendon pse njerëzve u pëlqen kaq shumë, derisa e provon vetë. Aroni qeshi pak, sepse gjithmonë binte dakord me çdo shembull që përfshinte akullore. "Po babi?" pyeti ai, duke kthyer syt drejt derës. "Po," tha babai, që u afrua ngadalë, "çfarë do mësosh? Do e mësosh me kohë. Ne jemi këtu. S'ka nevojë të ndihesh keq. S'ka nevojë të mendosh gjëra të frikshme. Asgjë nuk është aq e komplikuar sa tingëllon." Aroni heshti për 2 sekonda, pastaj ngriti një pyetje që prindërit nuk e prisnin as pak. "Po ju kur u rritët, kush ju shpjegoi juve?" Këtu babai dhe mamaja u pan me një vështrim që nuk dijej nëse ishte gaz, panik, nostalgji apo turp. Babai u kollit pak. Po, është histori më vete ajo," tha duke fërkuar qafën. Mamaja shtyu let me bëryl dhe i tha: "Tregoj djalit, pse jo? Le të di se edhe ne kemi qenë si ai." Fshehtësitë e së kaluar babai u ul në skaj të shtratit dhe filloi tregimin. "Kur unë isha në moshën tënde, nuk pyeste njëri prindërit për këto gjëra. Ose kur pyesje, të thoshin mos u merakos, rritu e kuptojmë. Shumë prej nesh i mësuam gjërat gabim. Askush nuk na shpjegonte dot siç duhej." Aroni e dëgjoi me vëmendjen e një arkeologu të vogël që sapo ka zbuluar një fosil. "Pse, babi? Pse s'ju tregonin, sepse njerëzit turpëroheshin. Mendonin se ishte temë e ndaluar. Por ja ku jemi tani," tha duke buzëqeshur. "Mësojmë që të mos bëjmë të njëjtat gabime me ty." Mamaja ja mori fjalën. "Unë pata një hall që më shpjegoi disa gjëra kur isha në gjimnaz. Po prap shumë gjëra i kuptova vetë. E kupton pse po të flasim sot, sepse dua që çdo gjë që të ngacmon mendjen të ta shpjegoj unë, jo interneti, jo njerëzit e tjerë që sta duan të mirën." Aroni tunte kokën, por qartë nuk i interesonte shumë historia e adoleshencës së prindërve të vet. Ai kishte një tjetër pyetje në kokë. "Mami, babi," tha ai, "ju tani jeni të lumtur bashk?" Mamaja u prek. Ishte pyetja e tij më e sinqertë. "Po zemër, shumë," tha ajo. Babai e plotësoi. "Edhe kur kemi mosmarrveshje, edhe kur grindemi her pas here, prap jemi bashk. Dashuria nuk është për rallë. Dashuria është punë, durim, respekt dhe shumë mbrojtje." "Dhe pak humor," shtoi mamaja. "Po patjetër," qeshi babai, "shumë humor. Se përndryshe do ishim çmendur." Aroni qeshi me zë të lartë, pastaj u kthye dhe tha: "Atëherë kur unë u çova sot në mëngjes dhe ju pash duke qeshur në kuzhinë, ishte se ju e doni njëri tjetrin." Mamaja i puthi ballin. "Pikërisht, ndërimi i rolit, djali shpjegon prindrit, por historia nuk mbaroi këtu." Ndërsa mamaja e mbulonte me batanie dhe babai mbyllte dritën e dhomës, Aroni tha: "Mami, babi, mund t'ju them diçka?" "Patjetër," ai mori frym thellë. "Sot në shkollë, shoku im, Ledi, më tha: prindërit e mi s'kan kohë për mua. Vetëm punojnë, rrinë të lodhur dhe s'kan humor fare." Dhe unë u mërzita pak. Se mendova, po unë kam prindër që qeshin, që më pyesin, që më shpjegojnë që s'kan turp të flasin me mua. Mamaja e ndjeu sikur i ngriu zemra për një çast nga emocionet. Edhe babai uli kokën, duke fshehur sytë e përlotur. "Aroni," tha babai, "ti se di sa vlerë kanë këto fjalë për ne." Djalli i vogël u shtri mbi jastëk, pa ndonjë dramë të madhe. "Po unë dua t'ju them se edhe kur unë rritem dua të jem si ju. Dua të jem baba i mirë. Dua të mos kem turp të flas fëmijëve të mi." Dhe pastaj, me naivitetin e tij të çmuar, shtoi: "Vetëm mos më pyesni më për atë pyetjen e parë që bëra sot, se më duket e çuditshme vetë." Të dy prindërit qeshën kaq fort sa duhet i mbanin duart para gojës që të mos gjonin komshinjt. Mësimi e mbetet të zemër pas pak. Aroni mbylli sytë dhe ra në gjumë, ndërsa mamaja e babai dolën në korridor me hapa të butë. Mamaja mbështeti shpinën te muri. "Nuk e besoja se do e trajtonim kaq mirë këtë temë," tha. "E çlodhur. Edhe unë se besoja," pranoi babai, "por ja që ja dolëm. Ndonjëherë fëmijët na tregojnë neve se ku duhet të rritemi." Mamaja e shikoi me një buzëqeshje të butë, të rrallë, të ngrohtë. "Po mendoj një gjë," i tha babait. "Cila?" "Ndoshta ishte pyetja më e sikletshme që na është bërë ndonjëherë, por ndoshta ishte biseda më e rëndësishme që kemi pasur si familje." Babai pohoi. "Po, jo sepse foli për diçka të ndjeshme, por sepse na mësoi të jemi të sinqertë me të dhe me veten tonë." Ata qëndruan ashtu për një moment, në atë heshtin që fliste më shumë se çdo fjalë. Pastaj babai shtoi me një shaka: "Megjithatë shpresoj që pyetje të tilla mos të kthehen çdo ditë." Mamaja qeshi: "Edhe unë." DHKK ishte fund. Për fillim mesin e natës, ku shtëpia kishte rënë në qetësi. Mamaja u ul në tavolinën e kuzhinës me një filxhan çaji dhe një copë letre të bardhë. Shkroi vetëm një fjali: "Kur fëmia bën një pyetje të vështirë, nuk të teston, të hap zemrën." Ajo e palosi letrën dhe e vuri në një kuti të vogël ku ruante kujtimet e fëmijërisë së Aronit. Sepse ajo ditë nuk ishte thjesht një situatë komike, një bisedë e pakëndshme, një moment i sikletshëm. Ishte një kapitull. Një nga ato kapituj që rrit një familje.
jo në moshë, por në shpirt. Një kapitull që do të kujtohej gjithmonë si dita ku një djalë i vogël i mësoi prindërit e tij të flisnin më hapur, më butë, më me dashuri.